Gjykata e posaçme ka dënuar me 4 vite burg ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako për inceneratorin e Tiranës, por për shkak të gjykimit të shkurtuar ai ka përfituar ulje dënimi dhe u dënua me 2.8 vite burg. Po ashtu u vendos që të hiqet e drejta për funksionet publike për 5 vite, por duke qenë se ai ndodhet në paraburgime ka ezauruar dënimin. Për këtë arsye është vendosur të shuhet masa e sigurimit dhe është urdhëruar lirimi i tij nëse nuk ka një mas tjetër. Më 11 mars Bllako u dënua po me 4 vite burg nga gjykata e posaçme për korrupsion pasiv të zyrtarëve të lartë në 2 raste, por apeli urdhëroi rigjykimin e çështjes me një trup tjetër gjykuese. Sot u dha vendimi i dytë ku edhe trupa e re nuk bëri asnjë ndryshim në vendim, vetë SPA kërkoi 5 vite burg. Në seancën e mbajtur sot vetë Bllako kërkoi të shpallet i pafajshëm. I kërkoi gjykatës të mbajë parasysh edhe gjendjen time familjare, sidomos të njërit prej fëmijëve, ku sipas mjekëve mungesa e babait porondon gjendjen e tij. Avokati mbrojtës Ilir Mustafaj theksoi se Bllako nuk ka pasur asnjë ndikim apo rol në vendimarrjen për inceneratorin e Tiranës dhe se detyra e tij ka qenë thjesht formale dhe administrative. Sipas SPA-kut, Bllako ka përfituar në mënyrë të tërthort shumën prej rreth 120.000 eurosh nga Klodian Zotto dhe Mirel Mërtiri, pronarë de facto të shoqërisë koncesionare për blerjen e një pajisje për aktivitetin tregtar të babait të tij, një fabrik birre në Ersek. Alqi Bllako është dënuar më herët me vendim të formës së prerë dhe për inceneratorin e Elbasanit me 2 vite e 8 muaj burg, ndërsa për inceneratorin e Fierit çështja është rikthyer për gjykim. Në procedurën e inceneratorit të Tiranës, deri kur është krijuar ideja dhe është bërë kontrata, janë bërë 15 mbledhje dhe 16 proces verbale. Autori kontraktues është ministri dhe antarët e koncesionit. Janë 2 antarë të Ministrisë së Mjedisit, bashkisë të tjerë. Bllako në asnjë rast nuk është i përfshirë. Bllako për efekt punës ka përcjell 3 shkresa. Vendimarrje më të rëndësishme kanë filluar pas mbledhjes së 11. Vë në dieni gjykatën se pas mbledhjes së 11 e mbrapa nuk ka qenë pjesë e ministrisë por në presidencë. Alqi Bllako është si kancelari i gjykatës që merr vendime dhe ja çon palve, por kancelari nuk ka përgjegjësi mbi vendimin e gjykatës. Alqi Bllako nuk ka pasur rol vendimarrës te inceneratorit i Tiranës, u shpreh mbrojtja e Bllakos.